Edi nuk kishte një lloj qasje apo nuk kishte një lloj zhvillimi për ta mbajtur të mbërthyer publikun. Fillimisht të gjithë e kemi njohur me pjesëmarrjen e tij në Big Brotherin e shkuar dhe më pas kjo mundësia e dytë që u dha sërish për të qenë banor e nisi me një lloj qetësie për të qenë ai Edi i Love Story, tentoi që të kishte diçka me Dolcen, por u zbe në mënyrë shumë të shpejtë dhe në mënyrë shumë të çuditshme se ishte ai i pikulluari që hoqi para dhe nga çmimi i madh për të marrë mesazhe dhe për të kuptuar Dolce, më pas rikthimi i saj nga Grande Fratello ishte i akull në raportin e tyre dhe u kuptua që ishte një marifet i Edit për të treguar ndoshta në sytë e publikut këtë djalin romantik dhe këtë djalin e mirë, më pas kur ishte edhe labi e pam që e kërcënonte dhe që kishte një lloj agresioni, më pas ishte i qetë, pati këtë situatën me bien që në sytë edhe në tek banorët ajo e talli për masat e tij, sa kaq pika e fundit që isha agravimi i fortë me Arditin dhe nuk është se ka pasur loj Edi në atë shtëpi të Big Bride, thjesht e ka jetuar dhe ka qëndruar se ai i forti edhe aty në koltuk i pari në prime që dilte dhe nuk fliste pothuajse as pak, pra të futesh në një format si Big Brother ku duhet të kesh lojë, duhet të kesh një lloj strategjie, për mua ai nuk kishte strategji përpose asaj të krekosuri edhe për të treguar edhe një herë tjetër që është një djalë që pëlqen ndoshta të jetë gangsta, por në një lojë si Big Brother kur ti humbet thellë, duhet ta pranosh edhe këtë heshtin e tij. Nuk e di, shpresoj shumë që të mos jetë një marifet i produksionit për ta rikthyer.